Dhe ajo që është prej besimit të ehlusunetit dhe prej besimit të sakt Islam është se nuk lejohet lufta e muslimanëve mes veti, nuk lejohet muslimanët të luftojnë mes veti për çështjet kësaj bote. Nuk lejohet muslimanët të luftojnë mes veti për shkak të nacionalitetit të tyre. Nuk lejohet muslimanët të luftojnë mes veti për shkak të ndonjë krenarie apo fanatizmi. Ajo që lejohet të luftohet prej muslimanëve janë grupet e devijuara zullumqare, të cilët e kanë filluar zullumin e tyre ndaj muslimanëve, siç janë Havarixhet. Siç janë Havarixhet, të cilët i luftoi Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu, sepse ata i quajtën muslimanët qafira. E para pra i quajtën muslimanët e tjerë qafira, dhe e dyta thanë se këta e kanë pasurin dhe gjakun halal, kështu që filluan pra t'i grabisin dhe t'i plaçkisin muslimanët e tjerë. Në këtë rast, Aliu radiallahu anhu dha urdhër që të bëhet xhihad kundër tyre apo luftë kundër tyre, pra kundër Havarixhve, të cilët janë grup i devijuar zullumqar. Ky është rasti i parë kur lejohet të luftohen ata të cilët janë musliman. Pra, rasti i parë është të jenë grupi devijuar i bidatxhive zullumqar, siç janë Havarixhet, të cilët pra e kanë ngritur shpatën e tyre kundër muslimanëve të tjerë dhe i kanë quajtur muslimanët e tjerë qafira. Në këtë rast i lejohet udhëhecit të muslimanëve që t'i luftojë ata. Dhe rasti i dytë kur i lejohet muslimanëve që t'i luftojnë disa muslimanë të tjerë është në momentin kur është vendos një udhëheqës dhe ai është musliman, nuk ka bërë kufër dhe nuk është qafir. Dhe në këtë moment dikush mundohet që t'ja rrezikojë pozitën e tij, në këtë moment lejohet që të luftohen këta njerëz, sepse ngritja e tyre shkakton fesad në mesin e muslimanëve dhe e prish rendin dhe sigurinë në mesin e muslimanëve, gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme. Pra kur udhëheci është musliman, nuk ka bërë kufër dhe të tjerët mundohen që të arxojnë prej pozite me padrejtësi, në këtë rast lejohet që të luftohen ata. Ky është rasti i dytë, dhe rasti i parë thamë është lejohet që të luftohen nëse janë grupe të cilët i thojnë muslimanëve qafira, të cilët e bëjnë halal gjakun dhe pasurinë e muslimanëve të tjerë dhe ngriten e i sulmojnë ata dhe u plaçkisin pasurinë, siç janë Havarixhet. Pra edhe këta lejohet që të luftohen edhe pse janë musliman. Ndërsa në përgjithësi nuk lejohet lufta në mes të muslimanëve të tjerë, nuk lejohet lufta në mes të muslimanëve në esencë, dhe luftimi i muslimanëve është prej mëkateve të mëdha, madje është kufër i vogël. Dhe kufër i vogël kur thuhet është kufër që nuk të nxjerr prej feje, mirë po është mëkat më i madh se sa mëkatet e tjera të mëdha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar prej tij në mënyrë autentike sahih, thot sibabul muslimi fusuk, thot ta shash një musliman është mëkat i madh, wa qitaluhu kufr, dhe ta luftosh atë është kufër. Pra është vepër shumë e madhe që hyn në kategorinë e kufrit të vogël, e nuk është pra kufër që të nxjerr prej feje. Sidoqoftë pra, lufta në mes të muslimanëve nuk është e lejuar në esencë, përveç se tham në dy raste. Në rastin kur një grup siç janë Havarixhet i quajnë muslimanët e tjerë qafira dhe i sulmojnë ata, në këtë rast lejohet që të luftohet kundër tyre. Dhe rasti i dytë është kur një grup prej zullumqarëve mundohet që ta largojë udhëhecin e muslimanëve prej pozitës, kur ai udhëheqës pra është musliman dhe nuk ka bërë kufër të qartë që të nxjerr prej feje.